salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, e lutim Allahun e Madhnueshëm të e bën kabul namazin e xhamas, e lutim Zotin që të sëmurët tanë të i shëron e të vdekurit tanë të i mëshiron. Allahu ta bën atyre varrët një kopsh nga kopshtet e xhenetit. Lutim Zotin neve të na mbron nga kopracia, të na mbron nga përtacia. Lutim Zotin e Madhnueshëm që neve të na mbron nga borxhet, edhe të na mbron që mos na mposhtin njerëzit. Dhe mbi gjitha xhamat, e lutim Allahun e Madhnueshëm që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me ukon, duke thonë La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, amin. Nga java e kalume përmendëm për rolin, apo thonë më drejt, inteligjenca e zemrës që ka të bëjë pra në zemrën e besimtarit. Përmendëm se si ndikon pra zemra në një masë shumë të madhe që njeriu pra të pranon islamin. Nuk është ajo mendja që bëhet sebeb që filoni ta pranojë islamin. Nuk është mendja sepse na dim shumë njerëz që kanë dituri, kanë njohuri, mirë po ato akoma nuk e pranojnë islamin. Apo thonë drejt, kemi njerëz shoqëri tonë, për shembull nga xhamati jot, ka dëgju, e ka lexu, mirë po kur t'ja përmendesh për shembull 5 vaktin, nuk e pranon hala. Kur t'ja përmendesh për shembull, me që jemi në kohën e haxhit, dal për në haxh, i gjen 1 milion arsye për mos me shku në haxh. Po ja përmende zeqatin, ti jep s'di sa fjalë kota, edhe nuk mundesh ata me e bind. Dhe tani nuk ka arsjetim tani me thonë unë për shembull, halas muas, zemra muas për ma thot. Jo, nuk ka shpitje tani mo zemrës për ma thot. Po hala ti nuk e ki vendos dhe më ju në mështru pra asaj që fana është e mirë për ti, apo dhe për mu pra më përgjësi. Prandaj, besimtari, apo thonë më drejt thirë si xhamat, me një farë mënyre edhe ti e thirës në këtë fe, dush me njoft natyrën e njeriut. Dush me njoft natyrën e njeriut, dush me ditë rrethin ku jeton, dush me ditë familjen, edhe si me prek pra mjafton për shembull me një muhabet 5 minuta, që ai pra ta pranon këshillën tënde. Këshilla tani nuk duhet përmbaj xhamat kritika. Me qitë për toke ata, këshire se unë që tash po du me të përmisu. Jo, kjo nuk është pra në regull. Ka një shkencëtar dhe filozof francez Blaise Pascal ka thonë kështu, kur bëhet fjalë pra që ka mendimin e tij rreth zemrës së njeriut. Zemra ka arsye të cilat mendja nuk mund t'i kuptoj asnjëherë. Pastaj ka thonë ata që kanë marrë dhuratën e besimit nga Zoti, thot janë të privilegjuar dhe bëjnë pra që të bindet edhe mendja dhe tër trupi pra në atë njeri. Edhe në këtë rast xhamat, kur zemra pranon ndryshimin dhe bindet për një çështje, trupi nuk ka tjetër post që t'i dorëzohet pra zemrës së tij. Dhe tani na do e përmendim xhamat një rast ndër shumë raste të tjera që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit tonë alayhis salam. Këtë e përmendi Ibn Xhauzi në librin e tij Zadul Ma'ad, ku shpjegon se si pra ka ditë pejgamberi i Allahut që ta zbuz pra zemrën e njeriu që ka pas urrëtie të mëdha ndaj tij. Po kjo vlen edhe për mua, edhe për ti dhe për secilin njeri i xhamat. Është me rëndësi edhe me fëmijën tanë kur bisedosh. Po tham fëmijë sepse ai mund të më pas 20-30 përsëri mbetet fëmia yt. Dush me përdor xhamat një metodë shumë efikase, një metodë shumë të butë që të shkon pra fjala jote. Në këtë rast përmendet me pejgamberin tonë alayhis salam, pas çlirimit të Mekës, edhe pejgamberi Allahu xhamat ka qenë duke bo tavaf. Akon duke bo tavafin, dhe pas ti akon një njeri me emrin Fudalën. Dhe ke ashnis për ta vrarë pejgamberin e Allahut. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë atij,
çfarë ushqeje në zemrën tënde? As përgjigj duke thonë as gjoj dërguari i Allahut. Pejgamberi jon alayhis salam as buzëqell xhamot. Ndaj tij pra dhe i ka thonë kërkoj falje Allahut. Është mirë më ndal vetëm pak në këto 2-3 pika xhamot shumë interesante. Pejgamberi jon alayhis salam e ka vetat njeri çfarë ushqeje në zemrën tënde. Kja është përgjigj as gjoj dërguari i Allahut, isha duke u lutur. Dhe të mërmendja, a kanë mundësinë Allahut më u kthi atij, apo me thirrë Zoti Omerit dhe me thonë ki tani deshti mund pra të më marr jetën, të mboje pra atentat. Pejgamberi jon alayhis salam këtë rast xhamot ju ka drejtu atij me buzëqeshje, duke i thonë kërkoj falje Allahut. Dhe më pas ka marrë pejgamberi jon alayhis salam dorën e tij të bekuar dhe ka nu pranë gjoksin e tij. Ka nu në gjoksin e tij dhe ka zbrit qetësinë në zemrën e fodalës. Edhe du të përmendni xhamot, edhe këtu kemi të bëjmë me një send që pejgamberi jon alayhis salam nuk e ka nu dorën e tij në kokën e tij. Nuk e ndoj dorën e vetë në kokën e tij, po dorën e tij e ka nu pra në kraharor, në zemrën e tij. E pse pash në zemrën xhamot e jo në kokë? Edhe është nga suneti pejgamberit ton alayhis salam që ata që e don, ata që e takon për herë të parë, do thot në bisedë sipër, edhe përqafimi, edhe dorën në zemër të një antarit familjes, të një miku, të një shoku, e zbret pra qetësinë tek ai njeri, Ka thonë, po ki njeri, thot, pasha Allahun, thot, pasi me ka hek dorën nga kraharori im, nuk kam pas njeri pre ati momenti më dashur se ai pra, nga gjitha krijesat që ka falë për Zoti. Asha xhamot me një sidhje shumë të butë, që është nis për ta vrarë pejgamberin e Allahut, dhe tani pra ndryshon ki njeri shumë, edhe bëhet më i dashuri njeri pra në botë për pejgamberin ton alayhis salam. Shokët e pejgamberit ton alayhis salam xhamot kanë pas një nivel të lartë të imunitetit. Sistemi i tyre, po them kështu, imunitar ka qenë shumë i aftë për ta mposht atë virus pra në trupin e tyre. Atë vaksinën kështu po shprehem xhamot, atë vaksinën që e kanë marrë ka qenë pra Kurani, libri i Allahut. Dhe vetë praktika e sahabëve, duke e pa modelin e tyre, pejgamberin ton alayhis salam, kanë bërë që nëse njëri prej tyre xhamot ka has në vështirësi, atë që fort ka qenë sistemi imunitar i të qerëve, sa që atë njeri pra e kanë zbut, e kanë bind dhe kanë përdor metodat ndryshme që ai pra nëse ka pas, po them kushtimisht kështu, një virus, një sëmundje, një urrejtje apo një problem, e kanë shëru pra shokët e pejgamberit ton alayhis salam. Prandaj thot Allahu në Kur'anin e Kerim, të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut dhe ju mos u përçani. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ka thënë ju fort mbahuni për Kur'anin dhe mos u përçani. Pastaj me një hadith pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu: po alon di xhanëm, nëse kapeni fort për ta, nuk keni me humb asnjëherë. Po alon di gjëra, nëse ju kapeni fort për ta, nuk keni me humb asnjëherë. Po alon për librin e Allahut, Kur'anin dhe sunetin tim. Kështu i ka thonë pra atyre. Pra në përgjithësi kjo vlen edhe për neve xhamot. Nëse do pra që mos humbësh jetën tënde, në familje, në punë, ti personalisht, në shoqëri, kudo që jesh pra, kapja jonë pas librit të Allahut edhe sunetit të pejgamberit ton alayhis salatu wassalam. Ka një urtësi e vjetër që thuhet të bashkuar që ndrojmë e të ndarë ka thonë bie. Po në kontekst saj ka një thonje që ka përmend Hazreti Omeri.
ka thonë kështu xhamat. Nuk ka islam pa xhamat dhe nuk ka xhamat pa prijes. Nuk ka islam pa xhamat. Pra islami nuk mund të qëndroj, ai nuk mund ta mposhtim si fe, po nuk mund të jetë aktiv në jetën tonë kjo fe jonë përderisa nuk ka xhamat. E xhamati nuk mund pra të hecë para nëse nuk ka prijes. Nëse nuk pranon jetën tonë një prijes xhamat, një prijes. Për shembull ai që shkon në shkollë e ka kujtestarin e klasës, e ka një prijes për 4 vite. Ai që do me kalu në shkollë, me kalu biologji, gjeografi, matematik, e ka një prijes, e ka një profesor xhamat aty. Dhe tani ai duhet me mësu për me kalu ata. Ai që do me marrë një zanat e ka një mjeshtër. Kejt, edhe sende qera, shumë janë interesante se duhesh me pas një prijes pra një jetën tënde. E ai që s'pranon kur gjon dunjat vet hiç, veç unë edhe kur kush tjetër, ki njeri pra ka për të humbë, nuk ka me pas pra suksese, ka me majtë në qaf vetën, familjen dhe rrethin në vend pra ku jeton. Kur mund pra të jemi vëllezër në besim xhamat, shumë është me rëndësi se nuk mjafton vetëm të qenurit besimtar, po kjo gjithsesi e pa kontestueshme, atëherë kur zemrat tona, përgjigja është, atëherë kur zemrat tona janë të bashkuara. Atëherë kur zemrat tona janë të bashkuara, Allahu në Kur'anin Kerim ka thonë kështu: kujtoni dhuntinë e Allahut për ju, sepse kur ishit në armiqësi, ai pajtoi zemrat e juaja, e në sajt e dhuntisë së tij, ju u banët pra vëllezër. Ju u banët pra vëllezër. Ashtë e sakt xhamat se fuqin e bojnë edhe elementet tjera. Për shembull, dituria, përgatitja ushtarake, përgatitja intelektuale, e ban një vend të fort, një ekonomi e fort, një prodhim shumë efikas. Mirë po, kur mungon sinceriteti, kur mungon dashuria ndërsjell, kur mungon bashkëpunimi, edhe gjitha këto fuqi pra që i përmendëm mund zbehen, apo dhe mund mos japin në rezultatin që ne dëshirojnë. Nëse kemi për shembull një pasuri, nëse kemi një dituri, mirë po zemrat tona nuk janë bashkuara, ajo dituri pra nuk mund kalon të qetri, ajo fuqi nuk mund pra dalën në veprim, nëse në këtë rast mungon sinceriteti, mungon dashuria, respekti ndërsjellë, mirënjohja e kështu me radhë. Këtë rast xhamat ka një fjali që përdoren popullin tonë, bashkimi ban fuqi. Po lind pyetja xhamat, cili bashkim? Cili bashkim pra e ban pra fuqin? Nëse mbetet vetëm si fjali, na nuk i kemi të qartë. Këtë rast, kjo thanje që e përdorim na, duhet ketë një spjegim në xhamat. Në rënd parë pra një fuqi të tillë të cilën ne duam, është në këtë rast është besimi në Zotin një. Pastaj mbështetja e fortë në Zotin. Pastaj xhamat marrja e shkaqeve, bashkëpunimi për të mirë dhe largimi nga ajo çfarë është e keqe me sjell shoqërisë. Nëse mbetet vetëm si fjali, neve nuk na ka spjegu cili bashkim neve na ban të fort pra. Neve na ban pra bashkimi të fort në rend parë pra, kur zemrat tona janë të bashkuara. Zemra dhe lidhja nën-fëmijë. Këto është interesant xhamat me përmend se shkenca apo thon më drejt mjekësia ka arrit me një zbulim se fëmia i palindur, bëhet fjalë pra për fëmijën e cila është në barkun e nanës, kur i ka 4 javë gjysmë, fillon pra shisat të dëgjuarit të aktivizohen. Fëmija në barkun e nanës, kur kjo 4 javë gjysmë, aktivizohen pra ato tingujt e parë, që i prodhon pra në barkun e nanës. Zërin e parë që ndëgjon fëmija është pra ritmi i zemrës së nanës së vet. Dhe tani ka një spjegim që përmendin shkencëtarët, pra mjekët thonë kështu: nëse një nanë është e qetë, nëse një nanë pra ajo fol mirë, e vepron mirë,
Thot, kjo ndikon edhe për foshnjën në barkun e nanës, që ritmi i zemrës të fëmija pra t'jetë shumë i qetë dhe t'jetë shumë normal. Kur ajo grua e shtatzan, ka probleme pra, ka depresion, mirët me gjëra të kota, xhamat, mirët me gjëra të kota, mirët me urrëtie, kjo ndikon drejt për drejt edhe në foshnjën e vetë që ka. Dhe pasohet janë pra, te rasti i parë, fëmija i cili rritet dhe lejnë pra me fjalë të mira, me dëgjim të mirë, me namaz, me gjitha ato vepra të mira që mundet me bëjë non, ai fëmijë pra ndikon pozitivisht edhe pasi të lindet që ai të rritet po me ato elemente pozitive. E nëse ndodhe kundërta xhamat, nëse ndodhe kundërta që përmendin shkencëtarët me urrëtie, me inati, me fjalë të kota, me punë jo të mira, ndikon pozitivisht edhe tek fëmia. Që ai kur të linde me pas pasoja negative pranë jetën e tij. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm, sidomos pra gjinia tjetër kur bëhet fjalë që ndikon shumë ritmi i zemrës dhe me çfarë po merret ajo pra në jetën e saj në nënmujorshin derisa të lind fëmin. Zemra shpirtërore xhamat banon pra brenda asaj, po e them kështu, zemrës fizike. Kështu ka përmendur pra një dietar, një zemër shpirtërore që banon pra në zemrën fizike. Edhe sëmundja shpirtërore të zemrës kanë ndikim negativ pra në zemrën fizike. Këtë rast pra mund të ndikon edhe në trupin përgjithësi. Eksperimente shkencore kanë tregu se kur zemra përqendrohet dhe aktivizon për ndjenjen ajo shfana thelbësore, për shembull dashuria, kujdesi, vlerësimi, marrja me vepra të mira, ki përqendrim xhamat ndikon pra në ritmin e zemrës dhe tani mo ti je njeri shumë i qetë dhe nuk ki probleme të zemrës fizike. Kur ban mirë, kur mendon mirë, kjo ndikon pra edhe në, po them kështu, po i them zemrën fizike, je shumë shnosh, je shumë mirë rahat. Ndërkaq kur aktivizohet xhamat, kur aktivizohet urrëtia, kur aktivizohet inati, xhelozia, krejt çto elemente ndikojnë pra edhe në zemrën fizike. Nuk je i qetë, kontroll të doktori, hapa për qetësim dhe dal nga dal pra ki njeri pra bie në depresion. Prandaj shumë më rëndësi xhamat, me çfarë po aktivizojmë pra mendjen tonë, me çfarë po aktivizojmë pra gjymtyrët e tona të trupit. Nuk ka shpërçudi kur pejgamberi jon alayhis salam shpesh e ka bën një lutje xhamat. Shpesh e ka bën një lutje. Ndër tjerash as lut pejgamberi Allahu duke thonë kështu: O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga brenga dhe pikëllimi. Pastaj ka thonë: prej teje kërkoj mbrojtje nga dobësia dhe përtatësia. Këtë këto ndikojnë pra xhamat në zemrën shpirtërore që ka bën këtë do pejgamberi jon alayhis salam. Prej teje kërkoj mbrojtje nga borxhi dhe të mos më mposhtin njerëzit. Këtë do shpesh e ka bën pejgamberi jon alayhis salam. Shpesh e ka bën. Dhe duke u nis nga kjo do, na tani më xhamat duhemi të përqendrohemi në ato çfarë sjellin rahati shpirtërore pra zemrës tonë. Dhe tamam ajo zemra jote fizike ka më konë shumë i qetë, ka më konë shumë i mirë. Dhe besoj se kontrollat e mjeku ka më konë shumë me rrallë. Sepse ti e ushqen mendjen zemrën tonë me dashuri, me vepra të mira, dhe kjo ndikon shumë mirë pra në trupin tënd. Ka një tregim këshillues xhamat, që është shumë mirë me përmend këto që e japin pra psikologët në këtë rast. Një recept kështu po i shprehem për një zemër të shëndosh dhe një jetë të lumtur. Nga ky tregim këshillues përmendet se në djali i ri ka pa të shkruar me një tabelë riparim dhe shërim të zemrave. Dhe ka hi në atë shtëpi, kuptohet me leje,
dhe ka kërku pra një përgjigje se si mund të riparohet dhe mund të shërohet pra zemra. Ati xhamot ka taku një njeri të moshuar, një plak të moshuar. Dhe e ka vetë, a mund të riparohet, të shërohet zemra, ka thonë po. Dhe pastaj ati djalit të ri ka thonë dëgjon. Thot ka zemër të sëmur, ka zemër të dërmuar, ka zemër të dashëruar, ka thonë ka zemër të mashtruar, ka zemër e cila është e preokupume, ja ka përmendu lloj zemra që mundën e pas pranë shoqëri. Ki djali i ri ka thonë, dhe tash të më fute pra në dilema të shumta për zemra. Thot mund, tani unë kërkoj pra ilaçin, unë pe kërkoj ilaçin, dhe me hizën e Zotit, thot me lejen e Zotit, unë dua të shërom. Atër i ka thonë pra ki plak i moshuar, biri im, thot nafaka jote është e shkruar, pra ndaj mos u shqetëso. Nafaka jote është e shkruar, ka thonë mos u shqetëso, që i bie xhamot që nafakën duhesh ta kërkosh. Pastaj, miku i është i pafuqishëm, pra ndaj mos shpreso shumë. Sa do që ta kishe mik, pra në dallim, pra në krahasim me Zotin, ai miku i pra është i pafuqishëm, edhe mos shpreso shumë tek ai. Armiku është shumë i dobët, pra ndaj mos u frikso. Pastaj i ka thonë këtij djalit të ri, pastro zemrën prej 3 gjërave kryesore: urrëties, dashëkeqësisë dhe hipokrizisë. Pastaj i ka thonë, zbukuroje zemrën tënde me 3 gjëra: sinqeritetin, ndershmërinë dhe modestinë. Në zemrën tënde bëj vend për 3: për përkushtim të plot, për dashuri dhe mirënjohje ndaj Allahut. Mundohu të i kesh, të i posedosh 3 gjëra: gjuhë e cila madhëron Allahun, pra gjuhë e cila përmend Zotin, trup të dërueshëm dhe mendje të angazhuar për reflektim, për të bërë vepra të mira. Pastaj i ka thonë këtij djalit të ri, ik nga 3 të folurit për njerëzit e tjerë, tekët e njerëzve dhe shoqërimi me atë që nuk ka kur farë mirësie. Dhe më në fund ka thonë, është e jotja të marrësh dhe të praktikosh këtë recetë, ndërsa shërimi është nga Allahu. Këtë përgjigje preja ka vonë ati djalit të ri i cili ka pas nevojë pra për riparim dhe shërim pra të zemrës. Dhe tani xhamot, nga ki tregim këshillues besimtari duhet të marrë një mësim shumë të fortë, që nëse donë pra që zemra jote tjetë lidhur ngushtë me Allahun, me u mundu xhamot mu largu nga ato tipare negative, e mu përpjek, mu angazhu për me pas pra moralet të mira. Dhe tani nuk jam duke përmendur xhamot diçka çfarash pra me dalë në derexhen e melaçeve, dhe ne jemi njerëz e çfarë ndodh me jetën tonë. Po ti vepron, po ti punon, ti angazhohesh, përderisa ti vepron, angazhohesh, punon, mund ndodhin edhe gabime, mund ndodhin edhe lëshime, mirë po gjithmonë pra pendimi, kërkimi i faljes, bashkëpunimi dhe tipare tjera morale që mund me pas njëri me gjetë të qetri, e inshallah me ndihmën e Zotit me arrit ata çfarash më mira për ti, për familjen dhe përgjithësi pra për shoqërinë tonë. Lutim Allahun xhamot, neve të na mbron nga gjërat të cilat e prishin imazhin ton familjar, personal në shoqëri. Allahu inshallah neve të na pasuron me ide të mira, me dashuri dhe me bashkëpunim të mirë në jetën tonë të përditshme. Tani xhamot, e kemi një lajmërim pra si zakonisht për çdo vjet